Është momenti i Ritës dhe gjithë vëmendja është tek Rita dhe tek podcasti i saj që nis nesër në të shtatë, por që natyrisht do ta keni edhe në rrjetet sociale të Ritës. Rit, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Faleminderit shumë herë të kemi pas plan realisht Ritën me pas në emision, por që për një arsye shumë të fortë, sezoni i tretë i podcastit, pas 2 sezoneve shumë të përfolura, shumë të diskutuara, dhe emisionin realisht Rit që janë dhënë edhe këshilla të rëndësishme dhe informacione të rëndësishme. E kam parë nga ti që je shumë optimiste edhe për këtë edicion për këtë sezon të podcastit. Shumë, bile ma shumë se për tira të mendoj, se ka qenë një pauzë gjatë dhe kom pas kohë pak me reflektu në edhe sanet e mira që ka ndodhë në sezonat tjera, po edhe në disa gabimet që ka ndodhë, normal që ndodhin. Që menaj që është shumë i përmirësum, edhe mendoj që ka mësafir interesant, edhe që ka tema hala ma interesant, edhe të kurume në qatë mënyrë që me mujtë mi marë ma shpejt informacionin, në mënyrë ma koncize, sepse podcastat e me kanë qenë shumë të gjatë, që ashtu qysh edhe janë podcasti zakonisht është i gjatë, në përëndim kritiki që ashtu ka podcasta ka 5 orë, sepse njerëzit harrojnë që në kamerat aty bojnë muhabet edhe veç shlirohen në qatë bised. Por ne është surprizë kur vinte podcasti jo 2 orë gjysmë. 2 orë gjysmë, 3 orë. Na bllokon të një pjesë skemës. Po, ama e bukra është, edhe unë jam shumë krenare që edhe që ashtu të është dëgju dhe është shiku, edhe njerëzit kanë marrë shumë informacion për qasaj, e tash besoj që ka me konë hala maj mirë. Temat, a do t'janë të njëjta kryesisht për shëndet? Temat kryesisht të njëjta, po gjithmonë tematika është e tillë që e hek fokusin prej neve si njerëz, edhe prej sanëve personale, që diçka është zakonisht në Kosovë, emisionet pak ma shumë koncentrohen që ato në storytelling edhe në gjërat që se cili personalisht ka me i tregu, në opinionën ndoshta pak ma shumë, kurse tek one është rëndësishme mu kuru tema pa opinion, po me sa ma shumë fakte shkencore edhe sa ma shumë informat të filtrume në mënyrë të tillë që njerëzve mi shërby për kohë të gjatë edhe që ka të bëjë me shëndetin e tyre. Po, qka është e veçantë kësaj radhe, është që kena me nda pak tematikën, ka me qenë një pjesë që ka me qenë mjekët edhe gjithë shka që ka të bëjë me shëndetin, edhe pastaj ka me qenë një pjesë me sportista, atlet, edhe tregojnë eksperienca pak, po edhe tregojnë, qësh me thonë, mentalitetin e arritjes të fitimit, qësh me thonë, qësh me konë fitimtar, qësh me pas mentalitetin e dikujt që ka... Pas interes ma shumë. Me shua, absolutit. është duke shkuar për mëja, dhe sa po flete e epizodit të parë, një prezentim pak të epizodit të parë dhe nuk e di, nëse ndjen do një emër për zbuluar se qka pritet, se e di që i keni list emrat. Po, te epizodi parë e kemi pas një neurokognitiviste, që është diçka ka qenë interesant edhe për mu kur Amantina mu ka prezentu. Kjo është një nëndeg e neuroshkencës, ku kjo person, do me thonë, i ka fokusu disa vite jetë me u marë vetëm me pjesën e qysh truni jonë, ndryshon në bazë të gjithë shka që na bojmë qëfar do vendimarje që e kemi. Edhe mu më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, sepse ka thonë shumë sene të ndryshme prej atyre që jena mësu me i dëgju, edhe mendoj që i shërben të gjithve epizodi parë për shkak se që ato gjëra i bojmë krejt, prej fakte që dëgjojmë muzikë, qka bojmë në përditshmëri prej momentit që qelim syt, detim, shelim syt, edhe që ka ndodhë edhe në gjumë, kështu që në këtë rast mendoj që është një epizod shumë pragmatik që i hënë në punë të gjithve. Rita, ne besh po flasim për podcastin, nuk dua të hyjë në hake, se dua të përmendem diçka shumë të rëndësishme. Ti do të po hyjë në sezonën e tretë, po ndërkohë kur flasim për Rita Bells podcast, është shumë i komentuar, i shikuar, ka qenë shumë i ndjekur epizodi i parë i podcastit. Ti ke arrit me pas disa prej emra më të rëndësishëm të mjekësisë në vendin tonë, por epizodi i parë realisht ka qenë shumë interesant. Pra edhe sot përmendet sa i rëndësishëm ka qenë me mjekun kjo nisje. Po. Ajo ka qenë mas pare, mendoj që befasia parë ka qenë kohës gjatja, që e thamë edhe ma herët, sepse nëse unë epizodin e kom do në 2 pjesë, po kanë qenë 2 pjesë, ka 1 orë 40 minuta. Dhe na kemi fol, me profesor Afrimin e kemi bon një koncept, ku paka shumë i kena prek të gjitha gjërat që prekin shëndetin. Normal që s'kemi mujtë mu thellua sa kemi dash nëse cilën, se më të i kishë zgjatë 10 orë, mirë po i kemi prek temat për të cilat krejt të gjithë kanë pyetje.
unë mendoj që mënyra që na e kena pas energjinë me njëri tjetrin, ai ka qenë profesori im në fakultet dhe profesor Afrimi ka qenë një ndër profesorat më të vështirë. Unë kam qenë shumë emocionuar që ai ka pranuar me ardh, fakti që ka ardhur dhe mënyra që na kena bisedu, mendoj që ka transmetuar çat emocionin që na kena pas me njëri tjetrin, por gjithashtu informatat kanë qenë shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me nutricion, me gjumin, me neurologjinë, me aktivitetin fizik, me të gjitha gjërat që faktikisht na mbërthejnë edhe neve. A është për ty, nuk e di, epizodi më i dashur, më i rëndësishëm, nuk e di. Është më i dashur sepse ka qenë i pari, kam pas shumë emocione, edhe stres, edhe emocione të mira, edhe gjithçka, domethënë më kanë përzi shumë sene kur ka ardhur profa në studio, po gjithashtu është edhe më i dashur sepse profesori ka qenë një ndër profesorat e më të dashur edhe e kena bo epizodin që ashtu që shkom pas dëshirë dhe që ashtu që shkom dëshirën e tëftuarit e mi me qka kam dëshirë me dhonë. Kam qef mos më kursy dhe kam qef që na bashkarisht me mendu për njerëzit, në atë formë që me dasht, me informu njerëzit sa ma shumë që ata me qenë të vedishëm edhe për shëndetin e tyre, po edhe për ato që ka i servohen atyne prej mjekve tjerë ose prej botës në përgjësi, sepse sot kena shumë informata dhe s'kan faj njerëzit janë tepër konfuz, dhe nuk e din çka është e vërtet, çka është gënjeshtër, çka me ndjek, kurse unë mendoj që kur të bëhen emisione me kozgjatje të tillë, që nuk janë të shkurta dhe s'mendohet vetëm se qysh me mri një informacion për 20 sekonda, po vërtet pi zemrës e jep një informat të filtruar të vërtet, ka njerë ma vështirë me mritë njerëzit që ashtu, po unë besoj që shërben në mënyrë të afatgjatë. Rita, dhe duat pys për feedback-un, si kjo është e rëndësishme, sepse gjatë gjithë kohës po thu që jeni bazuar në fakte shkencore, në diçka që qëndron me të vërtetë ashtu, dhe dua di shikuesit, kur i kanë pa këto epizoda, a ka dikush që të ka shkruajtur që i ka marrë këshillat për bazë dhe i ka ndihmuar në jetën e vet ose në rutinën e vet përgjithësi? Që kjo është tepër, është sani më i bukur ndonjëherë, sepse kur ka dal epizoda e parë dhe pastaj edhe epizoda tjera, zakonisht kam shumë feedback dhe më shkruajnë njerëzit. Një ndër gjërat që është përsërit shumë dhe mu më ka fascinu dhe kur se kësha besu që mundet me ndodhë në Kosovë, është shumë njerëz kanë qu foto të fletores edhe lapsit që kanë marrë shënime prej epizodave. Do me thonë e kanë këshyre, kanë fragmentu vetë, është e mira asaj që edhe në YouTube mund është me këshyre disa herë mi nalë, mi lëshu, edhe njerëzit kanë marrë shënime prej që asaj se kanë dashtë me implementu në jetën e vetë. Edhe kjo ka qenë për mu komplimenti ma i mire, asë nuk është punat e shikueshmëria, ndoshta as krejt këto janë, plus edhe krejt kena dëshirë që me ndodhë, që me pas shikueshmëri të lartë, por kualiteti i njerëzve të cilët e kanë këshyrë dhe qysh e kanë pranu, ka qenë tepër e rëndësishëm për mua. Ndryshe edhe promët generale ke shumë të mira, kështu që jemi në pritje të ndonjë promi, kështu për këtë sezon 3. Për bësh këtyre javoreve. Po zakonisht i kum bëu kështu shumë dramatike, si me. Po e ka njënën që ta merr vëmendjen edhe na kur presim me nisë emisionin. Ato me këmbë lart. Ta volin që ajo është e parë. Ti je shumë aktive në rrjetet sociale, edhe në fakt po i dëgjoja disa prej videove tua, edhe po i shikoja. Sot më shumë se kur flitet edhe për shëndetin mendor edhe atë fizik, të paktën flitet. Por nga përvoja, nga ajo që shikon, nga komunikimet që i ke, për çfarë sot njerëzit kanë më shumë nevojë informacione, të cilës fushë, të cilës natyrë, të gjitha gjeneratave është fjala. Cila është nevoja më e madhe që e vren tek njerëzit? Po e përmende vetë, ndoshta shëndeti mendor është një farë forme e para, sepse edhe është ma rëndësishme, edhe që aty gjithashtu po manipulohet shumë me këshillat të ndryshme, me kurset të ndryshme, me retreats të ndryshme që për japin njerëzve, po i ofruhen për x shumat parave dhe po garantohen zgjidhje të caktuara të cilat jo domosdo vinë në qatë mënyrë. Po muna me shtu që edhe çështja e nutricionit është po vedisohen më shumë. Po vedisohen, po është një katrahur e madhe e informacionit në botë. Kush po e shkakton në rit? Po, unë mendoj që qasja e letë tashti në gjithkush mundet më boj famshëm edhe mundet me jap opinion. Fakti që mundesh vish me bo një selfie, një video edhe me dal me thonë diçka që me ndonë ti, edhe me publiku që ata, edhe me tërhek pa tjetër një pjesë të audiencës, është mendoj problem në vete, sepse nuk ka dikush që e verifikon këtë sen.
Gjithmonë ka treg për krejt, ka njerëz s'ka se ekziston një person I cili dënë me bo vetën një farforme, mja jap vetit qatë main character energy edhe me tërhek një pjesë ka me tërhek pa tjetër, edhe mendoj që qëtu po krijohen do me një lufta, sepse ka njerëz që vërtet nuk e kanë iden për çka janë të fol, edhe janë të fol komplet emocionalisht për gjërat të cilat janë shkencë dhe nuk ka hapësirë për emocion. Do me thonë të dhënat janë gjithmonë ma të rëndësishme se ndjenjat. Dhe kjo është një formulë dhe një regull shumë e rëndësishme në fushën time dhe në çdo çka na jena të folë. Po, ata thjeshtsojnë pak krita në realitet. Për shembull, merrem një shembull se si jepën ndoshta të themi këshilla që nuk janë të bazuara në fakte por në emociona, që ta kuptojnë edhe shikuesit se ta bëjnë dallimin. Po, për shembull, nisën njerëzit prej përvojave personale, ose prej përvojave të një familjari, ose të një kojshi, ose të një shokut, një shoqe, dhe I marrin shembull të 2-3 personave dhe thonë që kjo është mënyra se qysh mu shëru prej një diçkaje, ose qysh me zgjidh një problem. Nëse flasim në aspekt shkencor dhe dojmë jap një informat, asnjëherë nuk mundemi mu bazu në pralla ose në storje të dikujna individuale për të cilat duhet me hyrë shumë thellët me kuptu se çka vërtet e ka pru personin që me pas qatë zgjidhje. E dyta... Se po ndërpres, humbja e peshës, është ajo për cilën flitet shumë. Dhe jepen këshilla të ndryshme dhe të shumta, edhe në rrjetet sociale dhe krijohet kjo hutia e madhe. Realisht, cila është mënyra sot më e mirë, Rita, se do t'i bëjmë disa pyetje konkrete, sepse kemi një audiencë të gjitha moshave, për të humbur peshë, me këtë që pra shumë njerëz përballen. Edhe një mendim për çajat e dobësimit, sepse ato reklamohen më shumë te rrjetet sociale. Jo, çajat. Çajat. Se çajat e dobësimit janë dukshme. Për cilat janë të parat. Te më bënë pyetjen, cila është mënyra sot e nuk ka sot edhe përgjithmonë është deficiti kalorik. Që I bjen, me në përkthem, është me hongër ma pak se sa që harxhan. Edhe tash, veç në një pjesë që kjo ndërlikohet, nëse rasisht ndodhë që ki jetu kalu në për një fazë ku hormonet I ki pak të shregullume ose e ki një fazë stresuse ose diçka, ka një herë që kjo sen e vështirëson hyrjen në deficit kalorik, sepse ki njerë që në këtë rast hajnë ma shumë, pa tjetër që I vjen me hongër ma shumë, ose ki njerë që hajnë ma pak, në qatë rast ata që hajnë ma pak dopsohen. Ki njerë që kur janë në stres, për shembull, nuk I hahet edhe hubin kilogram. Por, kjo është përgjigja ma e bajatshme, ma kështu jo senzacionale në botë për këtë çështje, dhe kërkush nuk reagon. Diqysh adin për krejt është, okej. Po krejt I zgurdullojnë sytë bo mja jap në I farë qaje, ose në I mjalt, ose në I injekcion, ose në I... Qëfar do diçka e cili... Të shpejta, ma thjeshta. Po, ma shpejta, ma thjeshta, ose shumë konkrete të cilat, sepse këtë njerëzit e kanë qëto, dojnë me thonë, ma thjesht pak, ma thjesht. Edhe jena të ardhën gjatë kohë që kretë për dojnë me thjeshtësu, edhe tash, one personalisht kom thonë që me gjuhën teme dhe mënyrën që që mënu mi transmitu kretë këtë qështje, e kom thjeshtu ka gja shumë, ama nuk me mi degradu deri në një pikë ku mandej mos ka sens. Dhe me thonë, ka një herë, na duhet pak më koncentru për me kuptu një sen pak ma mirë. Kur thojmë deficiti kalorik, duhet me kuptu qka është deficiti kalorik. Edhe ta është e qaq, edhe që ato dush me bo, ta është të qush e mrina jo, është qështë e jotja, a dënë me hek një grup të ushqimeve komplet, si që shbohet me dieta caktume, për shembull. Çdo dietë ka qatë qëllim. Ta hek një grop, ja ta hek bylmetin, ja ti hek karbohidratet, ja ta hek proteinën. Që mund tjetër e dëmshme për shëndetin, a? Se është e balancume. Nuk është patjetër e dëmshme për shëndetin, sa është e dëmshme për psikologjinë tonë, e cila është tepër e rëndësishme kur vjen puna te ushqyerja. Se unë gjithmonë e përmendi që rreziku më I madh qëndron te çrregullimet e ushqyerjes. Shumë njerëz nuk e dinë që e kanë, shumë të tjerë nuk e dinë që e ka çaj person që janë të ndajt me to, sepse nuk dinë me vërejt që ai është një farforme I obsesionuar me ushqimin. Ushqimi I jep stres kur vjen puna në ai eveniment ose diçka tepër mendon tash ti çu shkom ja boj çto po. Besoj Amir. Unë me problemin e kam me sheqena, po tash për sheqena, po realisht, a mund një person të ketë sukses të largoj kilogram duke ushtruar vazhdimisht, duke qenë I rregullt në fitness, po në anën tjetër duke mos qenë I rregullt në ushqim dhe I kujdesshëm? Po tash edhe ajo është relative, varet çka quajmë mos me qenë I rregullt dhe I kujdesshëm. Ndoshta ndikosh kish më thon për mua që Rita s'është e rregullt e kujdesshme,
se unë nuk kam limit në çka ha. Unë i ha të tonat. Për shembull, edhe nuk kam për shembull me thonë jo valla sot nuk me ha që të mbëlsirë, nuk e mendoj kur që ashtot. Unë e ha qysh të më hatë, sepse e kom arrit qatë pikë, ku automatikisht truni jam e mendon që nuk ha unë mbëlsirë 5 herë në javë. Që kom e hongër një të shtune. Kom e hongër një të shtune, nështë kom e hongër një të mërkure, nështë javën tjetër se ha heq, varet, abden, pizë kom e hongër, burger kom e hongër, nështë 2 herë në javë, 3 herë në javë, s'ka lidhe. Por, ushqimi pa tjetër që është pjesë tepër e rëndësishme me kuptu një herë për gjithmonë se qush aplikohet në jetë qaj sen. Po jo të njetën me indjek dietat të saktume, jo të njetën mu varë për nutricionistit, jo të njetën me Çka shkakton të njerëzit kjo? Nëse vazhdimisht janë në këtë presionin e dietave, e nutricionistëve, e trajnerëve të fitnessit më pas. Se kryo si obsesion pasaj, po, obsesion po edhe zhgënjim, se non-stop nuk ekziston qaj rezultati i cili pritet me konë, edhe nëse vjen, rezultati vjen me një shmim tepër shtrajt, i cili është pakënaqësi shumë e madhe, mungesa energjisë, mungesa lumturisë, do me thonë ti mundesh me mri që ata kilogram që pidan, po gjithë shka tjetër bjenë në tokë. Libido, disponimi, do me thonë, knatësia, nuk ndjesh që po je shumë i përjashtum prej shoqënisë edhe s'po mundesh me bo krejtësanët që pidan. Do me thonë, këgja e fill shumë është komplekse kjo punë. Për që ata, njerëzit duhen i shkon tepër mirë nëse heken prej konceptit të dietave komplet, edhe veç si me thonë, e kryjnë një kurs për një kohë të shkurt, 2-3 muaj, qysh mu ushqy, e shtin qatë qip, qatë formulën kryjë dhe përjetësisht e kanë qata. Është shumë ma e thjesht se sa që bota e ka bo për momentin. Dhe po thu që kjo i bën njerëzit e lumtur më pas? Pa tjetër. Kur ta arrin këtë? Pa tjetër. Okej, sa ka rëndësi këtu? E di që për njerëzit e cilët merren me këto fusha e din më së miri, ja? Këto edhe unë do gëmarë me fitness, me mundësit e mija, po disiplina është diçka shumë e rëndësishme. Ndoshta, për ata që nuk merren, mund ta konsiderojnë të mbi vlerësuara disiplinën, po realisht për t'i arritur gjitha këto... Motivimi është i mbi vlerësum, disiplina jo. Sepse motivimin njerëzit e presin, motivimin ton kohën, motive tepër rrallë vjen. Motive vjen rrallë si rezultat i disiplinës, ka një herë e jej motivum. Po nëse bazohemi në motiv për gjithë shka, bukfalisht nuk ishim konë kërkona, ishim konë njerëz të cilët ndjekin veç qatë primatin, do me thonë, ushqehu, flaj, qu, pe, lëviz pak, bën seks, qëto, 6 sena dhe i shkry muhabeti, që aty kena motivin, po jeta nuk është me motiv. Na duhet mu disiplinu për gjithë shka, në mënyrë që motivi me na ardhë nashta ma shpesh se rallë, edhe që të është qelë si suksesit, dush mi bo sanat edhe kur së të bohen. Okej. Sfida, njerëzit kanë sfidat të ndryshme. Jam ja dhajtës, janë shëqeve. Edhe diskutimet ma shpesh ta i kena me fotografi, edhe pse kjo është shumë më i disiplinu mësion, po prap e ka atë dëshiren gjithmonë me i provu. Dhe unë kam dëgjuar që realisht shëqenat janë barësi. Është shumë problematike, sikur se varësitë e tjera që mund të kenë njerëzit, madje në një moment, dikë kam dëgjuar duke krahasuar edhe me substanca narkotike këtë varësi. A është kështu? Jo. S'jan. Unë nuk guxoj, në momentin që unë kisha me thonë që janë varësi edhe krahasohen me substanca narkotike, ishda është komplet me dorëzu diplomen edhe gjithë shka që di për këtë punë. Na, se njerëzit e cilët jena prapa shkencës nuk guxojna me thonë një gjë të tillë, sepse nuk janë, nuk mundën më krahasu, nuk mundesh me kriju varësi prej sheqerit. Mundesh me kriju varësi prej shprehis me cilën te ke lidh veten çata hek stresin ty ose çat bën të lumtur në një moment. Është shprehi e krijuar, po jo prej substancës vet. A duhet patjetër ta hekim sheqerin nga trupi? Jo. Absolutisht. Si ta menaxhojmë pra? Unë mendoj që arsyeja pse shumica e njerëzve e kanë qëtë nevojën për me hongër sheqer ma shumë, është sepse kronikisht janë to nën hongër protein e cila i vynë gjatë ditës. Do me thonë, sidomos të gratë, është ky fenomen. Kështu që ngrënja e proteinës në nivel jo të bollshëm shkakton qasi cravings ma shumë, edhe e shteni njerëzit me pas nevojë për një glukos të shpejt, me hongër diçka me jep energji ma shpejt, edhe mandena shkojnë të sheqernat, për gjithashtu zbën me përjashtu faktin që sot, si që
i kena senet, kena ma shumë sene në treg, kena ma shumë gjyra, kena ma shumë njerëz, kena ma shumë stimuj, kena ma shumë gjithçka, qashtu të kena dhe ma shumë opcione për me zgjedh ushqimet e ndryshme. Për shembull, kur shkon me një hipermarket, ti nuk di ku e ki kryt prej, domethënë, seneve që të thirrin vazhdimisht. Edhe në një botë ku ka shumë gjëra, shumë çka, për neve është shumë ma sfidë me bo zgjedhjen e duhur. Prandaj një ndër arsyet pse shumica e njerëzve janë qashtu të stimulum, edhe të testimulum është që kena shumë opcione. Kështu që sa ma shumë janë ngushton vetit opcionet mas pari në shpe, mandej e bën që atë mendësin dush më nis pi shpis, ku të shkon me ble diçka në market, ti fol me veten edhe thu që une nuk kam i blej një 10 senet e cilat zakonisht i blej kur ti shah. Se thomu sa të mira e në qëtovi që qëtë në shport, kur ti kesh ti në shpe u kry mua beti, u bovon. Dhe me thonë, një 10 herë ja bën vetit bajat, edhe mandet 11 kime pas shumë alet, dikur edhe harrohet komplet. Zakonisht është ajo, s'po i blej se me i pas në shpe i ha. Kjo është zgjidhja vetme që ndështë anaj herë mës me i blej. Edhe një pyetje tjetër e kam rita, a qënë shumë shpesh keq ushqyerja në ndjenjën me qenë gjithmonë e uritur, se unë ndonjëherë kam këtë problem edhe ma mi jam gjithë e ka atë këshillën që s'po merë proteina mjaftueshëm ose... Po shumë e sakt kjo. Keq ushqyerja të bën ta jep ndjenjën që jeton kohën i uritur, por edhe mandej që ki nevojë me hongër sane pa lidhje të shpejta që t'japin energji të shpejt. Në momentin që ti e ngop veten me të gjithë me një shujt të balancume, vetë trupi punon për ty. Vetë ai i prek ato pullat e duhura në mënyrë biokimike që ti s'ki nevojë me menu me luftu me veten. Ai ty ka me ta kry punën vetë. Ti vetë s'ki mu konu. Rita, në podcast ti ke pasur shumë tema tabu për shoqërinë tona, po natyrisht podcasti ka një termin tjetër, po do të bëj një prej këtyre pyetjeve se edhe e përmende pak më herët, regjia +16. Rita, cila është rëndësia e seksit në një jetë të shëndetshme? Unë se kisha thonë që ashtu se seksi është pjesë e jetës, do me thonë është pjesë të qenit njeri. Menoj që e ka rolin e vetë, e ka rëndësin e vetë tuk se eksistan. Se kemë reagime nga regjia. Menoj që është të shëndetshme me bu seks, of course. Abden, po varet tash nuk mujna me thonë që ata që zbujnë seks nuk janë të shëndetshëm. Menoj që ajo ma shumë lidhet me një aspekt do shta psikologjik, një ndjenë që një ndjehesh ma i dashtën, ma i përqafum, ma i përmbushun në do aspekte, kur e ki edhe qatë pjesë të jetës të aktivizume, po nuk është diçka që mendoj, të na konceptohet, për shembull, ekziston një farë koncepti që dikush është i frustrum nëse nuk ka seks në jetë, edhe unë nuk mendoj ashtu, sepse i ki do njerëz të cilat abstenojnë nga e çështje dhe janë ma spiritual se krejt neve që të më nashti në blender bashk. Dhe me thonë, ajo është një aspekt tash, një aspekt i kundërt i të qenit me një farë qëtësie shpirtërore pëse ti hekësh nga çdo stimul. Kështu që nuk mujemi përkufizu sanet që ashtot, mendoj që është diçka varet që kush e ka, po pjesë e jetës. Po, është shumë personale. Mirë, Rita, me që jemi në ditët e nxehta, temperaturat e larta, disa këshilla të rëndësishme që do doja ti t'i jap, në qoftë në mënyrën e ushqyerit, për cilën folëm deri më tani, por edhe të tjera që janë të rëndësishme për këto ditë të nxehta. Po, unë menoj që është e rëndësishme mu koncentru në këto ushqimet sezonale që janë, nështë me hongër ma shumë salata, Rita, na vajtë se nuk jam su regjia me këto pytje në Kosovë. Jo, për e boni Amiri pytje në këto ditë të nxehta, më shkoj mendja të këto portale që i qesin kur është koha më e mirë dhe me. Rita, tu jep këshilla. Rita, tu e caktu kohën. Qatë të s'pohi, qatë të dhëtë me dhirë dika tjetër për ata. Koha ma miro që atërë kur të është. Kur të bodë, kur të vjenë. Si të shqeme, qëka do të kemi kujdes? Menoj që dihet hidratimi pak ma i lartë se sa në ditët e ftofta. Menoj që është rëndësishme me vazhdu aktivitetin fizik, se zakonisht këtë janë nisin me pritu verës. E konceptojnë që ashtu të një farë i vjenë në nëzet edhe mande i thojnë ku a ushtrohet tashti e që apë di, po gjithmonë ka zgjidhje edhe për atë punë, kështu që mendoj që pa tjetër mos me lonë ushtrimet, nështë ta mi shkurtu kohën, po jo me lonë komplet.
Mendoj që do të më koncentru pak ma shumë në salata, në ushqime më atleta, proteinën pa tjetër me majtë që ashtë që shkena thonë. Edhe, kaq. Po, salata tjetër në opcion, se që jemi na, kur dojmë me porosi qka tjetër po salatave. Po, kretë sanet që dijen që janë të mira, orez, patate, pasta, jo me salca të trona nështë, sepse din me të rëndu qaj sen. Veç ushqime në përgjithësi, kur ti paramenon që janë atleta, zakonisht neve trupin aja përgjigjen për gjithë shka. Është mirë, ti vetë din, kur te prish ftyrën, qëta shune me ta përmen menyn, aty ku të vjen më ne me din që sështë për ty. Aty ku diçka të hahet e hanë që ata, vi gjithmonë e manë që të formulën men, që proteinës dush me ja prioritet, salcat gjithmonë i len në pjesën minimale, që ato e rëndojnë edhe e rritin kalorit pa lidhje, edhe tjerat, je okej. Lida, faleminderit shumë që ishe sot, shumë suksese me sezonin e tretë. Merci shumë për këtë bisedë. Faleminderit shumë.